Në Kosovë ka pas disa publikime të emailave që përmendin emra figura që lidhen me Kosovën. Është përmendë ish presidenti i Kosovës Begjet Pacovi, që është përmend me një korrespondencë të një, po themi, konsule e nderit që princesht tajlandeze, e cila ishte emëruar si konsule e nderit në vetrinë e Tajlandës. Bëhet fjalë për emaila të dërguara në vitin 2012. Kjo princesha përmendet në ato dy emaila, ku në njëra nga emailat korrespondencat përmendet Begjet Pacovi dhe në tjetrën shkruan presidenti i Kosovës, po mediat në Kosovë, në gjuhën shqipe, kanë raportuar që duke ndërlidhur faktin që emaila është dërguar në vitin 2012, kanë supozuar se bëhej fjalë për presidenten atëhershëm të vendit, zonjën Atifete Jahjaga. Këto janë pak a shumë ato lidhje që janë bërë me Kosovën, se ta themi Kosova, Shqipëria janë lejtarë të vegjël në skenën politike ndërkombëtare, edhe më shumë mediat ndërkombëtare, po edhe në vendin tonë janë fokusuar te emrat e liderëve të mëdhenj botëror ose politikanë, ta themi që janë përmendur në korrespondencat e Epstein, të cilat u bën publike nga Departamenti i Drejtësisë Amerikan.